Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Jemi këtu përsëri në podcastin Mishe Thua, në pjesën e dytë të bisedës me Ruthi Poçi, që është një psikologe tek Tirana Counseling Center. Nëse nuk keni parë pjesën e parë, e keni në video tjetër. Por po flasim për intimitetin në martesë, edhe besoj deri tani ka qenë shumë interesante pse nuk flasim për këtë temë sa e rëndësishme është çfarë është intimiteti, por do flasim për ca gjëra edhe praktike tani së bashku, edhe kështu faleminderit që jemi ne, edhe le të vazhdojmë me bisedën. Si i dikon stresi në një marrëdhënie midis neve? Me intimitetin që jemi duke, sepse janë gjëra, jeta është plot me gjëra, edhe sfida do ketë gjithmonë stresi, fëmijët, punën, çdo gjë nga jashtë, sepse zakonisht kemi shumë presion nga jashtë, ndoshta nuk është midis neve gjithmonë, por kemi stres nga jashtë. Si mund të arrijmë atëherë që kemi që flasim të hapur, të me vërtet e dijemi që jemi bashkë, ashtu si ti thoshte që jemi bashkë, kjo është e shkruar, kjo është po. Stresi uli kapacitetin e personit për të ndërvepruar në atë veten më të mirë, për të menduar siç duhet për gjërat, patjetër rrethana stresuese apo dhe rrethanat jo stresuese, thjesht përkushtimi si fëmijët, është një përkushtim afatgjatë. Pra derisa ky fëmijë të bëhet i rritur, është përgjegjësia juaj. Patjetër ristrukturojnë prioritetet në një çift. Edhe ajo që ndodh është që pasi ndodh ky ristrukturimi i prioriteteve, çifti bën një pakt të pashkruar dhe të pathënë që këto janë prioritetet tona të reja, edhe këto do jenë tani deri kur të ndryshojnë rrethanat në mënyrë të natyrshme. A mendon ti që njerëzit e bëjnë këto gjë? Sepse kjo duket shumë e bukur, që të ulemi të themi tani situata ka ndryshuar. Si mund të jetojmë jetën ndryshe tani? Mendoj që e bëjnë në mënyrë të pashkruar. Pra një çift kur bëhet me një fëmijë, e di automatikisht që ne tani kemi përgjegjësi për të kujdesur për këtë fëmijën. Nuk do dalim dot aq shpesh. Kur ky fëmija të shkojë në shkollë, njëri nga ne duhet të çohet në mëngjes ta çojë në shkollë. Pra vetë përgjegjësia të ristrukturon mënyrën tënde të jetesës. Të detyron. Ajo që nuk bëhet që duhet bërë, është kjo që the ti, që neve duhet të ulemi dhe duhet të vendosemi në një faqe për këtë stinën ku jemi tani. Dhe ta themi me zë të lartë që kjo është stina në të cilën jemi. Këto janë nevoja që unë kam në këtë stinë, këto janë nevoja që ti ke në këtë stinë. Edhe, si mund t'i plotësoj unë këto nevoja? Si mund të jemi në mbështetje? Pra ta trajtojmë stinën, pra atë që është thjesht një stinë. Këto janë rrethanat tani, në vend që të pranojmë, të bëjmë këtë paktin e pashkruar që përfundoi pasioni jon, përfundoi afërsia jon, edhe nuk do i kemi më këto gjëra. Nuk përfundoi, mund të duket ndryshe, do duket ndryshe, patjetër. Është e paevitueshme që të duket ndryshe, por kur ne ja pranojmë njëri tjetrit që kjo po duket ndryshe, si mund të qëndrojmë të mbushur plot në këtë, si mund të qëndrojmë të kënaqur në këtë kopshtin ton të intimitetit, bazuar në këto rrethana ku jemi, në këto kushte që kemi. Edhe ndihmon shumë kur ne e dim pritjet që kemi, sepse donjëherë kemi edhe pritje që nuk janë reale, sepse akoma po jetojmë ato idenë që do jetë si tek pralat. Por nuk jemi atje me. Jo, mendoj që është më vështirë për ne burrat, se shpesh ndihemi që më praktisi, tani ka një dashur tjetër, dhe quhen fëmijët. Edhe nuk ka gjithkohën, gjithë energji, gjithçka, fëmijët janë në qendër të universit, edhe unë ngela jashtë. Edhe tani ti je rritur, pse jo? Po, kështu thot Julida, por ti je i rritur, kjo është vetëm 60 centim dhe ka nevojë për mua. Ti por pa folur për këtë mund të krijon një hapësirë, ose një distancë dhe një mërzitje. Edhe e vërteta është që ne kur patëm fëmijët, ne vendosëm bashkë përpara që fëmijët janë të mirëpritur
në familjen tonë, por ne jemi një familje. Nuk bëhemi familje kur bëjmë fëmijët. Edhe fëmijët janë të mirë pritur, por nuk janë qendra të universit. Ne kemi nevojë të ruajmë të afërsi, të lidhje, të investojmë edhe të kultivojmë marrëdhënien tonë, sepse kur ne jemi afër edhe punojmë bashkë si skuadër, atëherë jemi prindër më të mirë dhe kemi më shumë energji për ata dhe jemi më të koordinuar. Kështu ndonjëherë fëmijët donin të futeshin mes edhe tham të dua shumë, por unë dua mami më shumë. Ose më e fort kur mami thoshte të dua shumë, por e dua babi më shumë. Ishte një vendim, se edhe folëm bashkë për këtë, se shumë e natyrshme hymë në një stinë, edhe stina na detyron. Por në fakt ne mund të vendosim si e organizojmë jetën edhe çfarë prioritetet kemi, edhe ndoshta kemi besuar diçka një gënjeshtër që fëmijët kanë nevojë për më shumë, gjitha shërbimet, edhe duhet të lëmë gjithçka tjetër për ata, por në fakt kanë nevojë për ne, jo vetëm për mami ose për babin veç e veç. Dhe jo vetëm kanë nevojë për ju, po kanë nevojë për ju në një marrëdhënie të shëndetshme me njëri tjetrin. Shpesh herë fëmijët vendosen në këtë pjedestalin prioritetin e familjes, sidomos familjet shqiptare, pra I duam fëmijët kaq shumë, saqë në momentin që vjen një fëmijë, për ne është lihet gjithçka, dhe ky fëmijë do marrë vëmendjen, do marrë të gjitha burimet e familjes në mënyrë që ky fëmijë të jetë sa më I shëndetshëm, të ketë gjithçka që ka nevojë, mos I mungojë asnjë gjë. Edhe ne mendojmë që duke vendosur fëmijën në këtë pozicion, jemi duke I shërbyer fëmijës, jemi duke kujdesur, jemi duke qenë prindër shumë të mirë, por në fakt, në ç'vlerë ka që ti po I komunikon fëmijës që ti ke shumë rëndësi, unë do të dua ty për herë, pra ti do kesh gjithmonë rëndësi për mua, por ndërkohë familja jo nuk është shumë e sigurt sepse ka konflikt mes mamit dhe babit. Në fakt fëmia nuk do të ketë kurrë atë sigurinë emocionale nëse ju veç e komunikoni që e doni shumë, por ndërkohë fëmia nuk ka sigurinë e vazhdimësisë së familjes, pra që familja do jetë gjithmonë një vend I sigurt për të. Edhe duke zgjedhur njëri tjetrin të parin, duke vendosur njëri tjetrin në atë rëndësinë që I jep edhe Bibla martesës, neve në fakt bëjmë të kundërtën e asaj që duam të bëjmë me fëmijët. Jam shumë dakord me ju, fëmijët janë shumë herë më të fortë dhe rezilient se sa mendojmë neve që janë. Tani do të filluam një podcast tjetër të ndrimit. Jo, por ka shumë e rëndësishme mendoj unë. Se mund të krijohet një distancë. Pa e kuptuar ose pa dashur. Edhe ndoshta shumë nga dëgjuesit ose shikuesit janë në këtë situatë që duket sikur është një shkret e tillë. Sidomos për ne burrat, jam në një kohë, një stinë që nuk bie shi më, nuk ka më lule, sepse janë fëmijët edhe jemi të lodhur edhe kemi presion financiare edhe gjithë këto gjëra. Janë vetëm kaktuse me gjëmba. Një herë në vit. Dhe lulja. Edhe por si mund të rindërtoj një çift intimiteti ose pas një periudhë që kemi pasur një distancë ose një lëndim ose një zhgënim, se ndoshta disa që po shikojnë që dua një intimitet, si mund të fillojmë të afrohemi. Nuk do ndoshta brenda ditës, por çfarë janë hapat edhe këshillat që na ndihmojnë të bashkohemi ashtu siç duam të jemi. Pavarësisht nga rrethanet edhe lodhje dhe gjëra. Do thoja disa zakone të mira për një çift. E para e preferuara ime është planifikimi I përbashkët. Në momentin që ne nuk jemi në një faqe, qoftë për anën logjistike të jetës tonë, pra çfarë do ndodh me familjen tonë, apo në çiftin tonë, nëse çifti nuk ka fëmijë, për gjatë një jave, për gjatë një muaji, ne do jemi të shkëputur. Ne do jemi duke pasur nevojat tona në kohë që unë nuk e di çfarë nevoje ka burri im në këtë stinë, ai nuk e di çfarë nevoje kam unë. Edhe do jemi të shkëputur, dhe çfarë ndodh me distancën në intimitet, në afërsi emocionale, mendore, është që ne do kërkojmë ta përmbushim gjithmonë. Pra nuk është që kjo do ngeli bosh, edhe ne do jemi një shkretë të rrezat, por do kërkojmë ta mbushim, sepse është në qenien tonë që të duam afërsi me njerëzit. Dhe do kërkojmë në shoqëri,
do kërkojmë në pornografi, do kërkojmë në marrëdhëniet e tjera familjare, pra ndoshojmë çiftin që burri kalon gjithkohën e lirë me shokët, edhe nuk vjen ndonjëherë në shtëpi, apo gruaja sa herë ka një moment të lirë është duke folur me familjen. Pra është duke krijuar atë afërsinë emocionale që duhet jetë brenda martesës me personat e gabuara, me gjërat e gabuara. Pra nuk është që kjo gjë thjesht nuk ndodh, por është duke ndodhur është duke adresuar në vendet e gabuara. Apo më e dëmshmja në familje në sensin e fëmijëve është krijimi i kësaj afërsisë emocionale me fëmijët. Pra neglizhimi i martesës dhe delegimi i gjithë kësaj përmbushjes emocionale tek fëmia është presion shumë i madh për fëmijën për të pasur. Edhe krijon një marrëdhënie të pashëndetshme mes prindërit dhe fëmijës. Kështu që duke rikthyer te këto zakonet e mira, ky planifikimi i përbashkët, jo vetëm në sensin logjistik, por edhe në sensin emocional. Pra ne të vjemi në një faqe që nëse unë e di që bashkëshorti im ka një javë shumë të ngarkuar në punë këtë javë, atëherë unë e di që do të tregoj pak më herë kur të kthehet në shtëpi. Shumë bukur. Është shumë praktike në fakt, edhe nuk është shumë e kushtueshme, por kur ti ke ato, kur ti e di nevojën e tjetrin, nuk më kushton fare të jap çik më shumë këto javë. Kurse nëse nuk e di, unë do të vazhdoj rrugtimin tim, edhe unë e dëmtoj tjetrin, ose ai do dihet i neglizhuar, për shkak që unë si isha interesuar fare për të di. Shumë e bukur që me vërtet të kemi ato takime të vogla që të pyesin për çfarë ke nevojë këto javë nga ana ime. Edhe pastaj ndihemi vlerësuar dhe i mbështetur dhe çfarë partner e mirë kam, sa i bekuar jam që kjo mendon për mua edhe me gjithë gjërat e tjera, ka zgjedhur Nedi. Edhe dua të jem më afër me ty. Gjithashtu, po. Por mund të jenë edhe disa gjëra, disa pengesa midis nesh. Jo vetëm që s'kemi më energji ose kohë, fëmijët edhe gjërat e tilla ose shumë punë edhe jam larg shtëpisë, por mund të jenë edhe ofendime ose mërzitje ose gjëra që janë grumbulluar që bëjnë që të mos jem i hapur për afërsinë, për të hapur zemrën time ose edhe nga ana fizike s'kam dëshirë se ndihem jo i sigurt, ndihem i gjykuar, ndihem një mlef ose një mërzitje që çfarë, më thënë, unë mendova që duhet jemi aktiv edhe duke folur për këto gjëra, duke falur njëri tjetrin edhe duke hequr çdo gjë që mund të jetë një pengesë midis nesh. Do shta shumë për ulësi, se shpesher është krenaria ime që më pengon të them më fal ose të them a mund të flasim për këtë se unë nuk e kuptoj të situatë dhe ndihem pak larg, por nuk e di çfarë, a ke diçka në lidhje me këtë? Për ulësi edhe në sensin që ndoshta unë nuk e di përgjigjen se si ta zgjidhim këtë çështje dhe ndoshta neve na duhet një ndihmë, një person tjetër, edhe jo vetëm në kontekstin ton të psikologëve, por në kontekstin e mentorëve, personave, çifteve të tjera që ju shihni të kenë një martesë shëndetshme. Pra kërkon për ulësi ajo që ne do shkojmë të dy tek këta persona edhe do kërkojmë për ndihmë, sepse nuk është e shëndetshme që ne të vazhdojmë kështu, ndërkohë që Zoti ka krijuar, ka dizenjuar një ide shumë të shëndetshme për martesën, që shkon shumë kundër asaj shok dhome, apo flasim një herë në ca kohë kur jemi një fundjavë për qef. Por a keni, se ti punon në një qendër këshilli, nuk e si quhet? Po, qendra quhet Tirana Counseling Center. A vinë çifte dhe çfarë, thënë, a është diçka e rekomandueshme, çfarë situatë do të kesh që të shkosh në një qendër për këshillim, sepse duket si diçka jo e zakonshme, por duket si është opsionin e fundit. Që njerëzit punojnë, ti do shkon nëse s'ka, nuk ka shpresë tjetër.
Ajo që themi shpesh është që parandalimi është kura më e mirë. Po, Pra po, nëse jo. ne shohim që kemi krijuar disa mënyra të funksionuarit mes nesh që mund ta dallojmë që nuk janë të shëndetshme, nuk do zgjasim për shumë kohë. Pra kështu siç jemi nuk mund vazhdojmë dot përgjatë sepse do bëhet e pakënaqshme për të dyja palët. Atëherë do thoya është momenti më i mirë për të takuar me dikë. Edhe ajo që ndodh është që patjetër jo të gjitha rastet janë për këshillim në çift. Ka hapa të tjerë praktik që mund të rekomandohen në varësi të rastit, edhe të paktën nga këshilluesit tanë, nga terapistët tanë do rekomandohen këto hapa të tjerë për të marrë. Pra jo çdo rast është për të punuar në këshillim në çift, por është një mjet fantastik për të pasur, sidomos kur janë, siç po thohet ne, kur janë mbledhur kaq shumë gjëra që ti thua, po u hapën këto? Pandorës box. Është fiks kutia Pandorës. Edhe ndonjëherë vetëm prezenca e një personi të tretë neutral e ndihmon çiftin të gjejë atë komunikimin, të gjejë rrugën tek njëri tjetri. Edhe nuk ka asnjë gjë të turpshme apo të sikletshme për këtë, sepse profesionistët janë aty për të ndihmuar këto çifte. Dhe qëllimi i përbashkët është ai, të gjejnë rrugën tek njëri tjetri. Edhe jo vetëm për të mjaftuar, por të ketë atë kopshin që lulëzon, se gjithmonë ka edhe për ne që kemi më shumë se 30 vjet martesë, duam të zbukurojmë kopshtin edhe kështu do investim duke folur bashkë, duke parë një podcast si mishet thua, duke folur me miq, duke ose me pastorin, ose duke shkuar në një qendër këshillimi, janë mënyra të ndryshme që mund të forcojmë lidhjen tonë, të krijojmë një intimitet më të fortë dhe më të bukur, por do një vendim edhe do punë. Po, në fakt për neve ka qenë shumë dim që kemi patur çiftet që kanë qenë me të rritur në moshë, kanë me shumë eksperiencë, edhe vetëm duke të dëgjuar eksperiencën atyre, kjo na ka ndihmuar edhe na ka dhënë semër, sepse kemi kuptuar, nuk kemi vetëm neve që hasim këto gjëra, sepse ajo që është shumë që është e vështirë është që ne mendojmë që ja jemi vetëm neve. Ja, u lidha, u martova me personin e gabuar, sepse në qoftë se do isha me dikë tjetër, patjetër çdo gjë do ishte fantastike. Por nuk është e vërtet, sepse të cili nga neve bartim gjëra, të cili kemi gjëra që duhet të ndryshojmë, kemi pritje që ndoshta nuk kemi shpallur kur, edhe nuk arrim do të kuptojmë njëri tjetrin, që edhe ajo idea që ti përmend edhe përpara mentorisimin, të gjejmë dikush, të ecim bashkë në jetë, nuk është dobësi, është bukur, sepse mund të mësojmë nga, ne shkojmë në shkollë për të mësojmë, ne bëjmë kurse për të mësuar shumë gjëra, po pse jo për martesën, që është aq e rëndësishme, edhe unë mendoj që intimitetin është një dhuratë nga Perëndia. Në fakt në Bibël ka një libër të tërë. Nuk është turp, Zoti vetë nuk ishte turp për të folur për këto gjëra, po pse kemi neve ka shumë turpat, mos e lejojmë djali për të vjedh ato gjërat e bukura. Shumë e vërtetë. A ka ndonjë zakon ose diçka që mund të bësh në çift, ti ke përmendur sa gjëra, por të filloj të ndërtojmë intimitetin në mënyrë, ndoshta nuk është ajo distanca ose shkretët tjera, por duam të zbukurojmë kopshtin tonë, çfarë sugjeron, edhe se është diçka me shumë potencial, edhe duam që të inkurajojmë të gjithë që nuk është thjesht kemi gjetur ritmin edhe monotonin për të mbijetuar edhe kaq. Duam të inkurajojmë të gjitha çiftet edhe të themi që ka shumë më shumë, por çfarë mund të bëjnë? Po. Në martesën tonë, një nga këto rregullat që e kemi të shkruar, e kemi të folur, është që ne do i qasemi njëri tjetër gjithmonë si një libër i hapur. Pra, ne nuk do kemi ndrojtje të flasim për të gjitha gjërat, qoftë të lehta, qoftë shumë të vështira. Edhe një nga ushtrimet që neve bëjmë, që asnjëri nuk e pa mban mend se si kemi nisur ta bëjmë këtë ushtrim, po është një pranim të dikur radikal, që nëse njëri nga ne shkon tek tjetri edhe i komunikon që po ndihem shumë e shkëputur prej teje, po ndihem shumë i shkëputur, kam nevojë të ndihem më afër teje. Personi tjetër e bën prioritet të kthyerit edhe të qenit aty prezent për këtë person. Edhe
shumë shpesh në fakt kjo ndjenja e shkëputjes rregullohet thjesht me një përqafim. Po. Pra, okay, un po bëja punët e shtëpisë, nuk e kisha fare mendjen te marrëdhënia jonë emocionale, po jam këtu. Edhe ndonjëherë është kaq e thjeshtë. Po. Ndonjëherë është okay, të planifikojmë diçka, ta ndryshojmë ditën si e kishim menduar, të kalojmë kohë bashkë ose ta anullojmë këtë takimin edhe të bëjmë diçka bashkë. Mund të bësh. Se njerëzit, Por do mërsiten të tjerët. Ma vjen keq. Të tjerët. Martesa ime është prioritet. Sa mirë, shumë bukur. Dhe kur neja komunikojmë njëri tjetër të që në fakt unë i lë të gjitha për ty. Ti ke kaq shumë rëndësi për mua. Sa bukur. Ti je Dhe ndonjëherë, prioriteti im. unë them më doli një punë të rëndësishme. S'kam nevojë ta shpjegoj. Më fal, mund të vi, më doli një punë shumë të rëndësishme, ishte diçka pa planifikuar, por Dhe ne shqiptarët e kuptojmë punët. Po. Është shumë e rëndësishme. kjo është puna ime. Po. Wow. Dhe kështu që ndonjëherë na është dashur të ristrukturojmë komplet kohën, ndonjëherë është dashur, okay, vërtet nuk i ndryshojmë dot të gjërat, po ta vendosim, ta lëm bashkë që në darkë kur të kthehemi do shohim një film bashkë, apo pra e vendosim në plan që neve do jemi duke kaluar këtë kohë që do na bëjë të ndihemi më afër me njëri tjetrin. Edhe mund të jetë një film, nuk ka rëndësi detaj se çfarë jeni duke bërë bashkë, por është një aktivitet që do ju ndihmojë juve të ndiheni më afër. Edhe kjo është një ftesë që juve jepni një gjë. Nuk është që ti vjen tani ku ke qenë, çfarë ke bërë, pse s'kemi të një bashkë, por sepse ka edhe shumë të bëjë me tonin, me mënyrën si ne e kërkojmë një gjë, po jo, të mos jetë me manipulime, me detyrime. Por është një nga ato gjëra që do duhet të flisni, të bini në dakordsi bashkë, që do jetë një gjë që ju do e praktikoni me njëri tjetrin, pra nuk është një gjë që mund të shkojë shumë mirë nëse vetëm njëri person i inicion, por është një nga ato gjëra që do japi fryt në martesë, sepse do jetë duke i komunikuar tjetrit vazhdimisht që ti ke rëndësi për mua, ti je prioriteti i jetës time. Edhe kur një person merr vazhdimisht këtë input, pra që unë kam rëndësi për partnerin tim, unë jam prioriteti i jetës. Nëse unë shkoj, personi do e lërë atë që po bën dhe do fokusohet tek unë. Pra, unë kam kaq rëndësi në jetën e dikujt. A nuk është një gjë kaq e bukur? Edhe a nuk sjell vetëm kur po flasim për këtë, sjell ndjenja të ngrohta që një kënaqësi sepse ti dihesh kaq e vlerësuar edhe e rëndësishme, edhe unë mendoj që kjo është ajo thirrja që të cilin nga neve kemi ato dëshirën që jemi të njohur, ti ke dëshirë të rish me mua, kjo më bën është shumë e bukur, është shumë e bukur. Ne flasim shpeshherë të marrim ato momente të kthejmë zemrat tek njëri tjetrin. Ndoshta mund të duket jemi këtu poshtë, duhet jemi këtu shumë larg atje ku duhet jemi, kur nëse rregullisht kthejmë zemrat tek njëri tjetrin, japim këtë ftesë, atë bid, edhe pa ndonjë pritje shumë të madhe, se okay, nuk jemi shumë të stërvitur, nuk jemi profesionist, por një hap i vogël edhe të festojmë këtë gjë, të shijojmë, të them, sa mirë ishte, edhe të marrim një hap tjetër, jo të them, duhet të ishte më mirë, duhet të ishte më, por të shijojmë atë që kemi edhe të ecim hap pas hapi. Edhe të shprehim kur personi tjetër po bën një gjë që na ngroh kaq shumë. Sepse në fakt thjesht e nxisim që të bëjmë më shumë nga kjo gjëja, kur themi, faleminderit që more kohën e le telefonin kur po të flisja aq parë. Më bëre të ndihem shumë e rëndësishme. Në fakt jemi duke i treguar, jemi duke dhënë një hartë të këto janë ato gjëra që mua më pëlqejnë. Këto janë ato gjëra që unë do doja të kultivoja mes nesh. Edhe shpesh herë duam të komunikojmë këtë. Patjetër, të gjithë që janë të martuar thonë martesa shumë e rëndësishme. Por në fakt nëse unë jam në divan edhe jam në telefon edhe bashorti im vjen ulet ngjitur me mua dhe unë as nuk e ngre kokën nga telefoni, veprimet e mia nuk po komunikojnë këtë, që minimalisht për të thënë po, e shoh që je këtu afër me, je ngjitur me mua. Minimalisht thjesht po e ul telefonin dhe po kthehem një moment për të parë nëse ka një ftesë nga ana jote për të lidhur emocionalisht bashkë, për të lidhur mendërisht, fizikisht. Do shta nuk është
aq e vështirë si ne mendojmë ndonjëherë. Sepse ndoshta kemi krijuar distancë midis ne të dy, por janë ato hapa të vogla që të pyes disa pyetje. Ti jem akoma kurios. Ja, edhe sot kemi pirë kafe me një qift që unë nuk e njoh. Kishin ardhur nga Amerika, Nedi kishte qenë në shkollë bashkë me ata në kohën e lashtë. Por unë thosha në mëngjes, jam shumë kurios, sepse jam e sigurt kur shkojmë të pim kafe me ata, unë do të mësoj diçka të re për ty. Sepse muhabeti është ndryshe. Edhe kjo është ajo që për histori të vjetë. Njerëz të ndryshëm nxjerrin në pa aspekte të ndryshme, personaliteteve tona. Edhe kjo është ajo që është aq e bukur, që ne, ndoshta edhe unë jam si tip, jam shumë kurios, që nuk është shumë e vështirë për mua, por janë ato vendimet që do të bëjnë ndryshimin. Edhe ashtu si ti thoshte, kur kemi provuar 1-2 herë, të themi, ja, shiko sa e mirë ishte shumë faleminderit që më da ato 5 minutë, po 10 minuta. Kjo vlen shumë për të dërtuar diçka të bukur. Shumë e vërtet. Edhe të gjitha këto që neve po flasim, këto zakone janë aftësi që fitohen. Pra nuk është ti ke lindur. Dhe për sa kohë ti nuk e lindur me këto, ti mund t'i zhvillosh, mund të mësosh, mund të praktikosh, do gabosh, mund të korrigjosh veten. Edhe janë aftësi shumë mira që ne kërkojmë që t'i rrisim brenda një çifti në këshillim, edhe japin fryt. Ndoshta nuk do japin me një herë, por pas pak kohësh që ti praktikon këto aftësi me njëri tjetrin, ti do shohësh që disa gjëra janë ndryshe. Edhe unë mendoj që mjafton që ti shikon që tjetrin e ka dëshirë për të mësuar. Ja, tani unë kam 30 të sa vite këtu edhe akoma po bëj gabim në shqipen time, por dëshirën kam për të folur, edhe nuk jam dorësuar. Edhe unë shpresoj që njerëz të shikojnë më shumë semrin time, si të dëgjojnë ato gabimet gramatikale që unë bëj gjithmonë. Sepse në fundi duhet të vlerësojmë semrat e njëri tjetrin. Mendoj, më pëlqen që the është një aftësi, se siç e tham në fillim, kemi modele ndryshe ose ide ndryshe nga bota rreth nesh, çfarë është intimiteti, si funksionon, kur janë ato yje që janë në pozicionin e duhur, atëherë gjithçka universi është me ne dhe sikur jemi thjesht kukla. Por ne mund të bëjmë diçka, kemi shumë më shumë potencial të bëjmë diçka, të ndikojmë, të ndryshojmë situatën tonë. Nuk është thjesht që duhet të presim për momentin e duhur dhe dritën edhe hënë në pozicionin edhe kur ndodh jemi kaq lodhur që e humbëm atë mundësi. Jo, është diçka që ne ushtrojmë dhe praktikojmë edhe e vendosim prioritet. Edhe besoj që të gjithë duhet të dinë këtë gjë. Ne mund të bëjmë diçka dhe një hap të vogël bën një ndryshim të madh. Edhe ato gjë që mund të mësojmë shumë gjëra, por edhe duhet të kuptojmë që jemi krijuar ndryshe si mashkull dhe femër. Kemi nevoja të ndryshme. Unë jam shumë e komplikuar, si është Nedi. Unë kam nevojë për lehtësime gjithë ditën. Nuk është vetëm nëse unë Nedi do një intimitet fizike, nuk është mjaft vetëm të hapësh doma e gjumit. Por janë gjërat gjithë ditën që do të më ngrohë zemrën, që të më përgatit, edhe duhet i kuptojmë këto me njëri tjetrin. Do është një prekje jo seksuale për ne burrat të thjesht të rim të afrohemi, ndoshta Juri dash duke përgatitur diçka, edhe unë vi rim me atë thjesht kështu, ose një kapje dore, ose kur jeni ulur, ose një kështu, edhe një fjalë të mirë, edhe përgatitemi, lidhemi emocionalisht që të bën edhe lidhje fizike të jetë. Dhe është e rëndësishme jo vetëm për burrat, po për të dy personat në çift të dinë që asnjë nga këto gjëra, këto zakone për të cilat neve po flasim, nuk janë butona magjik që do shtypin dhe neve do marrim ato që neve do. Me këtë po, fikse aty, ajo do doj që të ketë intimitet seksual me ty. Pra, asnjë nga këto gjëra nuk janë butona magjik, por janë mënyra se si ne të ndihemi aq afër sa që të jemi
të gatshëm për të përgjigjur njëri tjetrit në nevoja të ndryshme. Se intimiteti fizik, kthehem tek imazhi I kopshtit, është një lule shumë të bukur, por nuk është gjithçka, është një nga lulet Është një nga lulet që aty. bën jetën tonë së bashku të jetë e bukur. Mendoj. Është e rëndësishme, shumë e rëndësishme, por është një nga gjërave që Edhe qëllimi është që ne në çift së bashku të bëjmë një kopsht kaq të bukur që ne mund të dalim edhe ta shijojmë, të pijmë një kafe bashkë në këtë kopshtin ton. Edhe sa më bukur kur ti ke kaq shumë lule pemë të ndryshme se sa ke një vazë të vogël aty dhe po uleni po shihni këtë vazën vogël. Edhe mendoj që edhe mund të jemi edhe një shembull për të tjerët. Jo për shkak që ne jemi aq të mirë, po mendoj mua më pëlqen shumë kur unë shikoj çiftet që ti e dallon, që kanë komunikimin të mirë, që janë të kënaqur me njëri tjetrin, që nuk rinë vetëm duke shar njëri tjetrin, por janë duke lavdëruar njëri tjetrin. Ti ke qef të rish me njerëz të tjerë, që unë mendoj që edhe kjo është, ne mund të dikojmë, ne mund të jemi influencers me jetët tona, edhe pse jo, edhe në këto aspekt e jetës tona. Po, bëhet më e bukur me kohë, se në fillim ndoshta kemi një lule të vogël, por me kohë rritet. Edhe pse të mos të shikojnë edhe unë dua një kopshт si ata e kanë. Po, në fakt edhe me edhe ndoshta kjo është çiki çuditshme në kulturën shqiptare, por unë mendoj edhe neve që tani jemi në 60 vjeç, ne akoma kemi dëshirë për intimitet, kemi dëshirë të rrimë afër njëri tjetrin, nuk është që vipin një periudhë dhe ja, kaq ishte. Tani do jemi vetëm nuk e çuat fëmijët në shkollë Po, kemi lënë fëmijët, e kemi rritur fëmijët, tani vdesin të bëhemi gjyshe, për jetë është qikë për shumë, sepse ne akoma dua afërmitet me njëri tjetrin, dhe akoma jemi duke mësuar për njëri tjetrin, sepse kjo është ajo, unë mendoj që kjo është edhe dëshira e Perëndisë për neve, që të vazhdojmë, të kultivojmë gjërat e bukura që ai na ka dhënë në jetë. Vërtet. Që ke ndonjë këshill të fundit ose një diçka që do të doje që dëgjuesit dhe shikuesit të dinë për intimitetin, po, në martesë, çfarë këshill do të jepte? Ka gjithmonë shpresë. Pavarësisht se sa e vështirë mund të duket stina në të cilët jeni, është vetëm një stinë. Ka gjithmonë shpresë për sa kohë në këtë martesë janë dy persona që duan që të shkojnë diku tjetër, nuk duan ta pranojnë këtë gjendjen ku janë, si standardi ku do jenë gjithmonë. Perëndia jonë është perëndi I shpresës, edhe ai kemi pafund shembuj që tregojnë që Perëndia mund të kthejë edhe gjërat e vdekura në gjëra të reja, gjëra plot me jetë. Edhe për sa kohë neve e besojmë këtë, ka shpresë për martesat tona, në cilat do sfidat jemi duke kaluar neve. Në fakt edhe shumë studive tregojnë të njëjtën gjë, që mos se çdohet, ndoshta jeni në një situatë e vështirë sot, por je përkushtuar sepse është dritë ka fundi I tunelit zakonisht. Edhe mos u dorësoj që faleminderit për këto pjesë, se mendoj që kemi një mot të gjithë të dimë që ka shpresë. Po. Dua të lexoj në fund një citim nga një person që quhet Hillary Bernstein. Ajo tha, të bësh një mish I vetëm ka të bëjë me ndarjen e jetës bashkë si burr dhe grua. Ju nuk ndani vetëm një shtëpi dhe një shtrat, do të ndani gëzime dhe dhimbje, do të ndani shpresat e frikrat tuaja, do të ndani sukseset dhe dështimet, do të ndani parat dhe zotërimet tuaja, do të ndani trupin dhe shpirtin tuaj. Ju ndani gjithçka me njëri tjetrin. Dhe në këtë proces, Perëndia ju thur bashk si një. Jeni dy njerëz vërtet të bashkuar. Është ëndra jon, edhe kemi provuar, por e dim që kam shumë më shumë përpara nesh, edhe mezi presim të përjetojmë këtë lloj intimitet
por është një proces, edhe është diçka shumë e bukur, por shpresoj që mund të flasim më shumë për këtë, mund të jetë jo një temë tabuj, por diçka që çiftet flasin sepse ne dim që ka potenciale dhe ka gjëra të bukura, edhe pse vetëm të tjerë të flasin për këtë, ne të krijojmë ne çfarë duam ne së bashku me ndihmën e Zotit në mes që të krijojmë një kopsht të bukur në të intimitetin në martesë. Faleminderit shumë që ishe me ne, Ruthi. Shumë faleminderit që erdhe sot. Edhe faleminderit që edhe ju ishit me ne. Jemi shumë mirënjohës që na ndiqni, na mbështesni, edhe shpresoj që keni qenë të inklujuar të herë, nëse keni marrë diçka me vlerë, ndani edhe me të tjerët. Bëni like, bëni subscribe, edhe do shihemi herë tjetër në Mishet Tua. Mirupafshim. Mirupafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishet Tua.